Emili, mirë se erdhe në emisionin Ars të Radio Kosovës. Mirë se u gjeta, jam shumë e lumtur që jam sonte pranë jush. Një nga krijimet e tua është edhe kënga Borxhet e mia me tekst të gjyshit tënd, poetit kombëtar Gjevahir Spahiu. Si është të ndërthurësh poezinë me muzikën brenda familjes? Atëherë, këtë pjesën Borxhet e mia, thash pse mos të bëj dhe unë një këngë me tekstin e gjyshit tim. E kam pas gjithmonë si dëshirë dhe thash tani është koha që mund ta bëj. Dhe jam drejt fundit sepse tani po shkruaj partiturat për orkestër dhe shpresoj të dalë diçka shumë e bukur siç e kam menduar unë. Sa të frymëzon gjyshi që na frymëzon të gjithëve me poezitë e bukura të tij. Gjyshi më ka frymëzuar shumë, sidomos dhe në violoncelin tim, me artin. Gjithmonë më ka thënë meru me art sepse të shton jetën. Dhe sigurisht është i lumtur që një tekst të tij ta kompozojmë Besa. Po. Na vjen shumë mirë për këtë. Faleminderit. Atëherë, a mund të na luash diçka me instrumentin tënd violoncelin lidhur me këtë këngë? Patjetër, sot me që kam ardhur në Prishtinë, do të doja shumë të luaja një pjesë të një filmi shqiptar që është Fjalët e Qiririt nga filmi Mësentoria. Atëherë urdhëro. Faleminderit. Emili, aktualisht je pjesë e 3 orkestrave dhe ke krijuar një kuartet dhe një duo violoncel. Çfarë të mëson puna në grup krahasuar me performancën solo? Puna në grup është diçka shumë e mirë për mua dhe ne jemi shumë bashkëpunues me njëri tjetrin, që në çdo vend, në çdo pjesë, domethënë lajmërojmë njëri tjetrin për çdo gjë. Dhe puna në solo, pastaj jam vetëm unë dhe violonceli. Kështu e krahasoj unë përmes grupit. Ke mësuar dirigjimin në mënyrë autodidakte, si a rrite këtë? Atëherë, unë kam shumë dëshirë që t'i mësoj të gjitha, po brenda kohës, domethënë, nuk mësohen. Kam nisur si fillim violoncelin, pastaj jam marrë duke mësuar pianon, kitaren, pastaj jam duke mësuar dhe instrumente frymore, si flauti, saksofoni, edhe perkusionet të tjerë. Më pas fillova kompozimi dhe thash pse mos të bëj dhe dirigjimin. E kam pasur shumë dëshirë ta mësoj. Domethënë vetëm 16 vjeçare dhe i bën të gjitha këto. Po. Të lumt. Ju gjithashtu i mësoni dhe nxënësit, fëmijët e vegjël. Na thuaj diçka për përvojën tënde me të vegjëlit. Atëherë, unë që vogël kam qenë shumë e dashur me fëmijët dhe gjithmonë kam pas qef që të merr me fëmijët. Dhe mendoj dhe në të ardhmen pse jo. Dhe thash dua t'i mësoj një instrument sepse kam dëgjuar që kur jep dije vlerësoj shumë për nxënësit. Cila është ëndra jote artistike në të ardhmen? Atëherë, si çdo artist kam dhe unë një ëndër që të shkoj të performoj në Vjenë. Në Vjenë? Po. Dhe me violoncelistin tim të preferuar që është Stefan Hauser dhe do doja që të performoja edhe me atë një ditë. Të urojmë shumë suksese me këtë rrugën që ke marrë, sigurisht do të shohim në të ardhmen dhe në skena të mëdha. Shumë faleminderit. Çfarë mesazhi do t'ju jepje të rinjve të cilët merren me muzikë? Atëherë, të gjithë të rinjve do të thuaj që vetëm studioni, punoni fort dhe mos e lëni kurrë artin, sepse është diçka që ju shton jetën. Arti ju shton jetën. Po. Të faleminderit shumë Emili që ishe në studion e Radio Kosovës dhe të urojmë shumë sukseset. Faleminderit.